Ramadan, welcome holy Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojm. Të gjitha salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojm dhe lutim Allahun të na mëson khairin, të na sjell dobi nga ai dhe të na shton ilmin, të na shton diturin. Vlezër, dje folëm rreth përmendjes së Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë muaj të bekuar, e cila është e veçantë për atë se agjeruesi gjatë agjerimit të tij nuk ka diçka që është më i pastër, më fisnik se ai, kur ai braktisën hajen dhe pijen, epshin e tij dhe në të njëjtën kohë përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Ajo ishte çka? Përmendja, dhikri Allahut duke qenë agjerueshëm. Një lloj dhikri, një lloj përmendje të Allahut, s'ka dyshim se është në secilën kohë, por në muajin e Ramazanit ajo shumë madhështore. Thua ajo është gjigante dhe është mbreti i dhikrit gjatë të gjithë muajve tjerë pos muajit të bekuar të Ramazanit. Sot do të flasim përsëri për diçka tjetër e cila është e ngjajshme me dhikrin, me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, e cila është duaja, lutja. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar robërit e tij në mënyrë direkte. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gjuhën arabe kjo ud'uni i thon fi'lu shart, vepra e kushtëzuar, apo kushti i veprës. Që vlezën gjuhën arabe ka diçka interesant, i thon kushti i veprës dhe përgjegja e kushtit. Kushti i veprës ka është ud'uni. Kjo është kusht. Me lut Allahun xhelleshanu, me bo dua, i thon fi'lu shart. Fi'lu shart. Vepra e kushtëzuar, apo kushti i veprës. Kush është duaja? Allahu thot pasaj jawabu shart. Përgjegja e kushtit. E kujt kushti? I cila ishte lutja. E Allahu përgjegje dhe thot astajib lakum. Une do t'u pranoj lutjet e juaja. Duan Allahu xhelleshanu e ka ngritur shumë lart. Saqi edhe duan e atij çka i kanë bë pa drejtësi, qoft ai besimtar apo jo besimtar e kështu me radh, Allahu xhelleshanu duan e atij çka i kanë bë pa drejtësi e pranon ai subhanahu wa ta'ala. Nëse lexojmë ajetet që kanë të bëjnë me agjerimin, prej kur fillon Allahu xhelleshanu ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, deri në fund do ta gjesh vllai dashur në fund të fjalës ku thot Allahu xhelleshanu, pasi thot muaj Ramazanit në të cilën është zbritur Kurani, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Pastaj Allahu xhelleshanu e dini si e përfundon këtë faqe, thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E nëse ti, o Muhammed, robët e mi të pyesin për mu, shembull, ku është Allahu, si ti drejton Allahut, a është Allahu larg nesh, a na ndëgjon nëse ne lutim ato me zot të ulët, e gjëra tjera, Allahu tha, inni qarib. Imagjino dhe ato dishkronjat i ka hek Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe si kur thonë të Allahu xhelleshanu, kul inni qarib, do të thoshin po se kështu është kjo çështje edhe në ajete tjera, ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير أكتمرات قل الله وذكتوتك يتششتي الدواز kur e pitën robët Allahun xhelleshanu, Muhamedin alayhis salam sahabet, ku o Zoti jon,
Fillim ato nuk dishin domethënë për cilësive të Allahut, është Allahu larg, ka nevojë ne duhet me bërtit pak me çu zonin. Allahu xheleshano sikur thonte thuju unë jam afër, prap ne nuk do të hetojshim asgjë. Pse? Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, lajmëroj sahabët, lajmëroj muslimanët se unë i përgjigjem lutjes edhe kur bëhet edhe me zemër. Pse unë jam shumë afër me ndëgjimin tim. I ndëgjon Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu sikur thonte kul, ne as pak nuk do të hetojshim diçka më ndryshe se ajetet tjera. Po Allahu i thot pejgamberit alayhis salam thuju, pasi ato të pyetin ti, të parashtruan pyetje, thuju. Po Allahu xheleshanu shiqoni vëllezër, e ka boçi edhe kjo kul në këtë aspekt kur ka të bëne me drejtimin Allahut subhanahu wa taala, robi të veçohet me Allahun xheleshanu, edhe kët kul e ka hek Allahu xheleshanu. Prandaj nuk tha kul inni qarib, unë jam afër. Që fare në Islam nuk ka ndërmjetësues. Në Islam robi e heton që ka bë mëkat, i duhet Allahu xheleshanu, ka nevojë për krijuesin, nuk ka nevojë me i thonë hoxhës, hoxh, a bombe, kul nuk ka. Allahu xheleshanu e mësoi pejgamberin alayhis salam që ai ta mësoni gjithë ummetin që ti drejtojo Allahu xheleshanu më njëherë. Do të thot këtu, nuk ka nevojë me qenë pranë dëni personit i cili ndoshta mendon ti se është besimtar i devotshëm, edhe nuk ka nevojë që ti patjetër me qenë në xhami dhe me ja drejtu lutjen Allahu xheleshanu. Nuk ka këtu kul asgjë. Ku gjendesh? Në punë, rrugës. Je duke në shtrat drejtojo Allahut subhanahu wa taala. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allahu thot, unë jam ai i cili i përgjigjem thirrjes, lutjes të robit tim i cili kërkon prej meje dhe më lutet mua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu xheleshan thot falyastajibu li, ato le të më përgjigjen mua, le të më drejtohen mua, le të më nështrohen mua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu subhanahu wa ta'ala vlezër tu e lidhi çka wal yu'minu bi. Edhe çka? Edhe me besu Allahun subhanahu wa ta'ala la'allahum çka la'allahum yarshudun. Prandaj në Islam çka ka? Ka at-ta'a, ad-du'a, al-ijaba. At-ta'a në nështrim ndaj urdhave të Allahut. Pastaj kush vjen? Vjen duaja. Pas duas kush vjen? Vjen përgjegja e lutjes, përgjegja e duas. Prandaj Allahu xheleshanu në Kur'an, a e shikoni vëllezër kur e lexojmë elhamin, si fillojmë? Iyyake na'budu. Ne vetëm ti të adhurojmë, vetëm ti. Pastaj vjen wa iyyake nasta'in. Allahu xheleshanu sikur se na mëson këtë procesin e duas, thotë shiqo, pikë pari ka at-ta'a, al-ibada. Pastaj ka ad-du'a, duaja vjen në radhën e ditë. Pastaj ka al-ijaba, atëherë vjen çka? Vjen përgjegja e duas nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë një prej të parëve, ka thonë një fjalë shumë interesant, thot, nadhartu fa idha al-khayru kulluhu fi at-ta'a. E pashtot kom vështru çështjen e Islamit, dispozitave të Islamit, e kom pa se i gjithë khajri është ku? Në nënshtrimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj çka thot? Thumma nadhartu fa idha jama'u al-khayri kullihi fi ad-du'a. Pastaj tha e vështrova edhe në një herë tjetër. Këtë çështje tha e analizova edhe një herë dhe e pash se çka? E pash se mbledhja me i grumbullu të gjitha çështjet e hajrit, gjitha rrugët e hajrit dhe të mirësisë, ku qenë kanë? Qenë kanë të duaja, qenë kanë të lutja. Prandaj në hadithe thot Muhamedi alayhis salam, ad-du'a'u mukhul ibada. Duaja, lutja është mukh, truni, logjika e kujt e adhurimit. Dhe me thonë adhurimi, Allahu na mëson se shiqo, adhurimi ka logjik. Adhurimi logjikon. Dhe logjika kryesore e agjerimit, që ajo është ai mekanizmi kush qenë ka? Duaja, qenë ka lutja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, hadithi është prej Salman el-Farisi, thot Muhamedi alayhis salam, la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a. Wa la yazidu fil umri illa al-birra. Thot nuk ka diçka që e kthen qadan. Duhet ta di vëllezër se në Islam kena dy lloj qada. I thon al-qada'u mubram wal qada'u mu'allaq. Mubram ka përfunduar ajo. Ajo do të vjen. Por përsëri me duan do ta përmendim hadithin, ajo lehtësohet. Dhe mu'allaq dhe
qadaja, caktimi Allahu që është i varur. Allahu xhaleshanu e kalon. Laula an kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allahu xhaleshanu për Yunusin alayhis salam çka tha, sikur ai mos ishte prej atyre që e lart madhronte Allahun xhaleshanu, edhe sikur mos e bonte këtë dua, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Çka tha Allahu, sigurisht mos kishte vepruar kështu Yunusi, do të qëndronte te barku i peshkut deri kur? Deri në ditën e gjykimit. Kjo është qada muallaq. Edhe qada mubrem ka përfunduar ajo. Por megjithato ka lehtësim për ato. Thot pastaj Muhamedi alayhis salam, "Wala yazidu fil umri illa al birr." Dhe çështja e duas, besimtarit në jetën e tij nuk i shton diçka tjetër, po vetë se birr. Çka është kjo fjala birr? Al birr huwa ismun jami'un li kulli khair, kanë thonë dietarët. El birri është emri i cili përmledh gjitha çështjet që kanë bëjnë me khairin, që kanë bëjnë me mirësinë. Me një hadith, edhe këtë hadithin e kanë bëu Hasan shumë prej dietarëve, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadharun min qadarin. Hadhar, thot nuk ka dobi hadhar me qenë kujdesia ndaj caktimit Allahut xhaleshanu. Dhe më thonë, kjo fjalë nuk do thot që besimtari mos më i marë sebepet. Jo, duhet më i marë sebepet, por përsëri duhet të mbështetet caktimit Allahut xhaleshanu, se ajo ka me ardh. La yughni hadharun min qadarin. Dhe më thonë, shiqoni ato të cilët nuk kanë besim vëllezër, çështja e kaderit nuk ekziston te jeta atyre. Sa i zbeson këtë çështje. Ai shikoni ato që zbesojnë Allahun xhaleshanu, sa të kujdesshëm janë. Ato marrin rezerva, i marrin sebepet. Ti habitesh, po kjo nuk na vjen. Jo, thot se, nëse ndodh kjo apo ajo, ti se s'mundet me ndodh ti habitesh. Ai pse ai si mbështetet Allahu xhaleshanu. Ai don me shku 100%, me gjitha sebepet i merr. A nuk ju godet edhe këtyre e keqja? Ju godet caktimi Allahut, edhe pse i marrin të gjitha sebepet. I plotësojnë të gjitha shkaqjet e kushtet, megjithato, pse e bëjnë këto, pse nuk i mbështeten Allahut? Besimtari duhet veprojnë kështu, po më në fund ja dorëzon çështjeve Allahu xhaleshanu. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam, "Wad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Dhe duaja i bën dobi robit, ka ajo që nuk ka ardhur. Pse? Ka bë dua, Allahu ja ka largu. Por edhe nga ajo që i ka ardhur, përsëri duaja i bën mirë robit Allahu. Çka? Ja qetson atë dhimbjen. Pastaj si çka thot pejgamberi alayhis salam, "Wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a fayatalijani ila yawm al-qiyamah." Thot pejgamberi alayhis salam, dhe duaja, belaja zbret. Zbret belaja prej larti. Duaja e robit çohet përpjet. Edhe takohen. Belaja zbret se ka urdhër me i zbrit filanit, pa marë parasysh, me sprovu në shpirt, në shëndet, familje, kështu me radhë. Duaja shkon për pjetë se ki ka bo duaja, rap, mbron prej të këqijave, prej sherit ditës, e të natës, e prej fatkeqësive, edhe takohen. Kështu thot pejgamberi alayhis salam, deri në ditën e gjykimit, ya'talijan, yatasara'an. Dhe më thonë, bëjnë luftojnë njëna me tjetrën. Kjo përpiqet me ik, me shku, kjo e ndalën. Deri kur? Deri në ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhis salam. Vëllezër, pse në këtë muaj është duaja shumë e preferuar? Për arsye se takohen dy gjëra, mbani mend. Dy gjëra në këtë muaj, vetëm këtë muaj takohen. E para, trupi, qenja e besimtarit, e pastërt, larg ushqimit, i uritur. Edhe e dita, çka tha pejgamberi alayhis salam, fihi tufattahu abwabu as-sama. Kur vjen muaji Ramazanit, çka tha me një rivajet, hapen dyert e qiellit. Me një hadithin tjetër, tufattahu abwabu al-janna, hapen dyert e xhenetit. Ti agjiron me agjirim, taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. A që nalt hapen dyert e qiellit dhe dyert e xhenetit, dhe ti ke qellu të dijat në jetën kohë, që asnjëherë këto nuk ndodhi vetëm muajin e Ramazanit. Nëse agjeron gjatë muajit Ramazanit, kjo nuk vlen. Ajo, do me thonë, dyert, duaja shkon tek Allahu, amo këtu, janë dyert e qelta për këtë muaj, edhe takohen dy gjëra. E para, takohet trupi i pastër i besimtarit, edhe takohet çka duaja, duke i pas dyert e hapura. Kjo do të thotë, shiqo, ngarkoll, me kamion, me shleper, çka duhet, prej këtu deri kur të mrish në Kosovë, të shtëpia jote, gjithë kufit janë të hapët. Merë çka duhesh. Vjet besimtari, nuk merë gjoja haram, merë gjoja që janë të mira, ashtu, por thot,
Wallah, këto me I qitune, jashtë që kësaj sezone, më djegin kufi. Për që këtë marin 10.000 euro, për ato, tash I thonë, o, I sigurtje, I kalon gjithë kufit dhe mrit të shpia jote, e pasaj mund bëjsh biznis, edhe nuk ke pagu carin, nuk ke pagu asgjo, e është fitimi shumë I madh. Më në fund vëllezër do ta përfundoj, kur është një gjo e tillë e pranut, momenti kanë thonë dietarët se kur është ajo duaja tamam që e ka atë funksionin më të madh, kanë thonë para se me hong iftar. Prandaj thot Muhamedi alayhis salam, thalathatun la turaddu da'watuhum, imamul adilu, was-saimu hatta yuftiru, wa da'watul madhlum. Thot pejgamberi alayhis salam, 3 vetëve Allahu xhelleshanuhu u pranon duan. El imamul adil, krijetari muslimanëve, prisi, khalifja I drejt, që I fregohet Allahu xhelleshanu. Pastaj dhe agjiruesi derisa të bën iftar. Dhe kush dhe ati të cilit I kanë bo pa drejtësi. Thot një prej tabiinve, ibn Abi Mulejke thot, semi'tu Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhuma, yaqulu idha aftar, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Abdullah ibn Amr ibn As që këtë dua e ka bo thot para se me hong iftar. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Or Allah, unë të kërkoj nëpërmjet afrohen të këti, bëj dua nëpërmjet kuj mëshirës tënde, e cila e ka përfshit gjitha gjërat. Dhe thot Allah në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulla shay, fasayaktubuha lilladhina yattaqun. Allahu thot dhe mëshira ime e ka përfshit çdo gjë, po unë do ta bëj këtë e veçantë jetë për ato të cilët I frigohen Allahut, janë takvallok. Edhe Ibn Omeri, Abdullah ibn Amr ka bërë këtë dua vëllezër, ka thonë Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li, që të më falish mua. I që vëllezër dua e shkurt, por kur është kjo? Ajo duaja që është e pranum pak para iftarit. Prandaj 5 minuta para iftarit, 10 minuta para iftarit, besimtari është mirë, më u veçu, me marrë një vend të mirë, të rahatshëm, me I që u durët dhe me lut Allahun subhanahu wa taala, që ja pranon agjerimin dhe lutim Allahun xheleshanu, na pranon veprat e mira, na shton përforcon imanin, na mundson që Ramazanin kur ta përfundojmë të jemi të shpëtuar nga zjarri I xhenemit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu